A kupton, se këto nuk kanë përgjithësi, e shet ty ka pas një ngritje 10.000%, pastaj me i herë 99% rënje. E zhdu këtë projektin, se u akumulu ajo sasi e pareve që mendon të ai themelusi që është e mjaftueshme, dhe ti grabite edhe ta heke prej. Po çfarë pyetje e radhës? Ajo vjen e radhës, ta heke prej shtekeri. Po, do të thonë ardhme kriptovalutave, a do ta hekin shtekerin? A do ta hekin. Kjo shtekeri është shumë fjalë interesante, domethënë çarkullon te komuniteti shqiptar prej 2018-s. Edhe bile shumë interesant se shqiptarët edhe këtë shteker e dishin edhe kush e ka në dorë, kinezi. Na shembull diskutuam më herët që Satoshi Nakamoto nuk e dina kush është ai. Kush është Satoshi Nakamoto, bile Kina dul kundërshtari më i madh i kriptovalutave që ende vazhdojnë në Kinë që të kena probleme, a kupton, që fillon domethënë prej 2018-s, 19-s në vazhdim kundrejt botës së kriptovalutave, që besoj një arsye shtesë e lëvizjes bombastike të kriptovalutave do të ishte që Kina ta ngrenat rompën, domethënë ta hop derën që popullata e saj shlirë me mujt me pas akses, po duke pas parasysh se është një pushtet diktatorial, komunist, një partiak e që dëshiron gjithçka me pas në kontroll, nuk dëshiron diçka që është anonime, që ajo nuk ka kontroll, domethënë mbi ta. E ardhmja e kriptovalutave është shumë interesant, sunulla se këtu duhet me bën një dallim. Se kriptovaluta me cilin inovacion ka ardhur me blockchainin. Blockchaini është vërtet teknologji. Është një teknologji e cila ka me vazhdu me qëndrua. Edhe është një teknologji e cila ka me vazhdu me qenë prezente. Është një teknologji e cila ka mua lehtësu institucioneve, kompanive, operimin me thonë e aktivitetit të tyne në një mënyrë ma të sigurt edhe ma transparente. E këtu është dallimi, blockchaini këtu, kriptovalutat këtu. E ti thove cila është e ardhmja e kriptovalutave edhe e heket shtekeri. Blockchaini është e ardhmja. Kriptovalutat, ato çka do të ofrojnë zgjidhje të një problemi në jetën e përditshme të qytetarëve, ato kanë me vazhdu me qëndru. Ato çka nuk ofrojnë diçka të tillë, por thjesht kanë dalë, sikur se tha më herët, si mim ose pa bazë me thonë, vetëm hajt ta shfrytëzoj këtë hype e bananën. Ta shfrytëzoj. Ajo bëku shumë e madhe, po. Po, ajo është një prej, me thonë, fytyrave më të njohura në botën e kriptovalutave, është Justin Troni, që është pronar, do me thonë, Justin Soni, që është pronar i Tronit. Do të folmim, se ndërprejva më banallat, vazhdo, special ka me të vetë për bananën, edhe që ke në gjithë me lepa ka më vazhdo kumete, do me thonë, ardhme e kriptovalutë, blockchaini ato projekte që vërtet ofrojnë diçka, a kupton njerëzve në jetën e përditshme, në i lehtësim, në inovacion teknologjik, ato do të vazhdojnë me qëndru. A blockchaini, pa marrë parasysh kriptovalutat a kanë të ardhme ajo, blockchaini është e ardhmja. A kupton si inovacion i teknologjik. Ndërsa kriptovalutat duhesh me qenë, domethënë, projekt serios i cili vërtet ka sjell diçka të re në lehtësim në jetën e përditshme të qytetarëve. Shembull, lehtësimet ekzistojnë në botën e kriptovalutave. Shembull, në rast konkret vetëm te pagesat me këshir. Nëse adaptohet sistemi i funksionimit të kriptovalutave në jetën e përditshme në dërgimin e parave. Shembull, banka shtunë ndilla nuk punon. Bota e kriptovalutave është 24 orë online. Edhe nëse unë ty të dërgoj, shembull, ekziston USDT-ja. USDT-ja, shembull, është le ta quajna se është për një kompanie shtypët që e ka emrin Tether, a kupton? Është si dollar digital, të themi, se ato pretendojnë se për çdo USDT ato e kanë të deponuar në bankë $1. Domethënë është si thonë në gjuhë është backed, one by one edhe, një me një. E shembull, unë nëse ty dëshiroj të dërgu USDT, tash, ma ban mua Ulvan, dërgoj $100, nduhun shpejt, vinë për 5 sekonda në koletën e sunullajt në telefon. A është e shtun, a është e dill, a është 12 natës, 2 natës, mëngjesit, s'ka. A kupton, kjo shembull lehtësim është.
Jo sunulloj me prit tash shtunën I duhen, një sasi e caktuar e parave, po sunulloj shka thot banka mshel, po duhet me prit tanën tash hapet banka, ama punën për me kry sunulloj e kon vikend me kryje. E me kriptovalutat kjo lehtësohet edhe. Normal, kjo është tash një goditje direkte drejt bankave, a mendon se ato kanë me mirë prit këta me gart teleshum? Jo, pa dyshim që ka me pas, por ato shembull ende nuk shihet si kërcnuese kjo botë, sepse nuk ka shku adaptimi deri në këtë nivel edhe. Sepse këto thot po tregtojnë sene virtuale, jo reale, kupton, jo dollar real ose euro real mja nis me dërgue. Thot kur t'ja nisin këto euro dhe dollar real me çarkullu, atëherë thot nalu ka dalë se tash mu po ma prish matematikën. Po derisa thot kja të dërgu njëri qetrit një dollar imagjinara, kupton edhe se nuk është dollari I Amerikës, ai të theri. Ai ka kompani private e kanë nxjerr, e cila pretendon se një me një e ka me dollarin, ma nuk është dollari real. Ama për shkak përdorimit masiv tek njerëzit, sepse njerëzit I japin vlerë diçka. Unë jap vlerë kësaj gotës, edhe na për rreth. A kupton? E si shkak I asajna që na kina vendos qët me tregtu edhe me çarkullu mes neve, kjo ka arrit vlerë me pas. Ashtu ndodh edhe kriptovalutat edhe. E qartë. E shtekeri mundën shqiptarët me flet rahat se shtekeri nuk heket, a kupton? Po blockchaini është teknologji që ka me vazhdu me qëndru, edhe shumë projekte të kriptovalutave kanë me vazhdu me operu në botën e kriptovalutave.